E mbyti dhe tentoi të zhduk trupin. Detaje nga vrasja makabre e ish Miss Zvicrës. Detajet të re kanë dalë nga vrasja makabre ish finalistes Miss Zvicra, Kristina Jaksimovic, e cila dyshohet se u vra nga bashkëshorti i saj pas një konflikti të ashpër familjar. Sipas mediave zvicerane, 41 vjeçari Mark Riben akuzohet se ka mbytur modelen. 38 vjeçari dhe më pas ka tentuar të fshehë gjurmët e krimit duke coptuar trupin e saj. Ngjarja ka ndodhur në shkurt të vitit 2022. Ndërsa hetimet kanë zbuluar se çifti kishte konflikte të vazhdueshme lidhur me divorcin, kujdestarinë e fëmijëve dhe problemet financiare. Sipas dokumentave gjyqësor, gjatë debatit autori dyshohet se e ka kapur viktimën nga fyti dhe e ka përplasur në mur përpara se ta mbyste. Hetuesit zviceran pretendojnë se pas krimit i dyshuari ka coptuar trupin me mjete prerse dhe pajisje kopshtarie, ndërsa disa pjesë të trupit dyshohet se janë shkatëruar me pajisje industriale dhe substanca kimike. Raporti mjeko-ligjor ka rrëzuar pretendimet e autorit për vetmbrojtje, duke theksuar se viktima humbi jetën si pasojë e mbytjes. Trupi i viktimës u gjet nga familjarët në banesën e tyre, ndërsa autoritetet zvicerane kanë cilësuar ngjarjen si një krim nga më tronditësit në vitet e fundit në Zvicër.